Pas zhvillimit të ndeshjeve gjysmëfinale të Kupës së Shqipërisë, rikthehet këtë fundjavë kampionati i futbollit të vajzave me javën e 17 dhe të parafundit të sezonit. Jemi në stadiumin Loro Boriçi të qytetit të Shkodrës për takimin Vllaznia Apolonia. Skuadra shkodrane aktualisht është në vendin e parë me 45 pikë, ndërsa Apolonia në të tretën me 39 pikë. Vërtet ka qenë një sezon me shumë surpriza ku Apolonia dhe Gramsci kanë ngacmuar disi dominimin e Vllaznisë, por duket se shkodranet po shkojnë drejt titullit të 12. Shpejt ju njoh me formacionet e dy ekipeve, fillimisht me Vllaznin që vjen me këto 11 futbolliste. Në portë është Nurul, në mbrojtje Curaj, Bajraktari Berisha Borçi, pas Ramadani Doçi, Esmeralda Franja, Presley Jones dhe Koad. Ndërkohë në krahun tjetër Apolonia vjen me këto 11 lojtare. Në portë është Hyska, më pas Njarko, Ndoj, De Souza, Leventi, Hamonika i Malaj, Ukuoma, Ndjok, Vishkulli dhe Gjindole. Plani parë për trajnerin e Apolonisë Elton Hazizaj. Vërtet që ka qenë një sezon i mirë për Apolonin, që ka arritur të koleksionoj 13 fitore, asnjë barazim dhe 2 humbje. Ndërkohë në krahun tjetër, Vllaznia duke se po shkon drejt titullit 12, 3 javë më parë, o mund nga skuadra, nga ekipi Gramshit, pikërisht në stadiumin Loro Boriçi, një ndeshje vërtet e jashtëzakonshme me Vllaznin që e mbylli pjesën e parë në avantazh dhe më pas Gramsci përmbysi gjithçka duke marrë 3 pikë në këtë stadium dhe gjithashtu duke marrë vendin e parë. Por tashmë gjërat kanë ndryshuar, do të shohim tashmë se si do të shkojë ky 90 minutësh mes Vllaznisë dhe Apolonisë. Skuadra fjerake që kërkon të mbajë gjallë shpresat sa i përket titullit kampion, por për të arritur diçka të tillë duhet të mposht ekipin e Vllaznisë. Janë pikërisht lojtarët e Apolonisë. Ukuoma, De Souza, topi gjatë në krahun e djathtë që largohet me kohë nga Vishkulli dhe më pas është De Souza me numrin 8 që nuk ka arrin dot të kontrollojë topin. Esmeralda Franja ka humbur topin. Ndjok, një pasim shumë i fortë, rivënie fundore. Ditën e sotme do të luhen edhe takimet e tjera të javës 17. Thojmë që është zhvilluar ndeshja e parë në orën 13 mes Lushnjës dhe Ignatës, përfunduar me rezultatin 0-3. Shohim këtë moment, këtë mundësi për ekipin e Vllaznisë, por që mbyllet nga mbrojtja e Apolonisë. Një top i gjatë i Ndoj, Jessica Ndoj, e cila është pjesë e kombëtares në të shkuarën, ka qenë pjesë e Vllaznisë, vjen si ish në këtë përballje. Ka një goditje të lirë. Shë pasimi i Bajraktarit. Megi Doçi largohet nga Vishkulli, po shohim sa larg është De Souza. Nurul, Curaj, shumë e shpejt në krahun e majt, por mbyllet ideja e saj
Edhe njerë tjetër, Arbenita Curaj. Luan në qëndër të mbrojtjes, aty ku është Bajraktari. Avancon Bajraktari. Një vertikalizimi gabuar që mbyllet nga mbrojtja e Apollonis, me gjitha të rifitojnë topin shumë shpejt. Lojtarët e Vllaznis. Megidoci ishte një pasimi i Berishës, por ideja e Megidocit lexohet mirë mbrojtja e Apollonis. Curaj, arkim në zonë, shojmë të daljen të portierës Gabon dhe kjo goditje përfundon në 10 minuta e 4, kalon shumë shpejt në avantazh Vllaznia me Jones. Disi i qetë trajneri Nikolin Leka, por kryesorja Emanuela Rusta ka ndalur lojën për shkak se portierja e Apollonis Hyska ka mbetur e dëmtuar në atë përplasje. Por shojmë edhe njerë arkimin e Curajt, mjaft mirë dhe dalja e pas studiuar e portierës së Apollonis dhe më pas Jones e portën e boshatisur. Arritje të shënonte u përpoq mbrojtësja e Apollonis, u Kuomat arrinte tek topi, por ishte shumë e vështirë. 1-0 është ndalur loja. Është ndoj lojtarja e Apollonis, e cila mbeti e dëmtuar, shoqërohet nga stafi mjekësor. Jemi në minutën e 6, Vllaznia 1, Apollonia 0, një gol e shënuar nga Jeanette Jones, sulmuesja e cila jep avantazhin kështu ekipit të Vllaznis. Sezoni i dytë tek Vllaznia për Jones. Sezonin e kaluar firmosi me Vllaznin, ku ishte pjesë e Kupave të Europës. Vishkulli largon topin, por është Presley që me qetësi luan tek Bajraktari. Shojmë të top të gjatë për Borçin, lëvizja shumë e mirë e sulmuesës, goditja në shtyllën tjetër, përfundon jashtë. Plani parë për sulmuesen, e cila njëkohësisht është pjesë e kombëtarës drejtuar nga Armir Grima, pothuajse 8 deri në 10 lojtarë të Vllaznis janë pjesë e kombëtarës drejtuar nga Shkodrani Armir Grima. Një pasim i Arbenita Curaj që mbyllet nga Vishkulli. Presley e luan tek portierja Nurul. Bajraktari pason në krahun e djathtë. Shohim rivënie me duar për Vllaznin. Shohim këtë zbritje të Apollonis, një pasim i Vishkullit.
Edhe njërë tjetër, Arkim që largohet me kokë, mjaft mirë ndoj, që si ka ndoj, edhe njërë tjetër ndoj, qonë topin shumë për para pasimi dhe lexohet mjaft mirë nga portieri në Ryl. Curaj. Pason tek Megi Doçi. Ishte Borçi e cila pasoi për tek Megi Doçi. Dërsa ndoj e kthen topin pas tek portieria Hyska Ukoma. Pasimi tek Njarko. Top e larguar disi mirë nga kapiteni e Apollonis, por që u blokua nga Megi Doçi. Plani parë për sulmuesin e Vllaznis. De Souza, mjaft mirë. E umbet topin, kërkon të rifitoj, prejke e fundit është e futbollistës e Apollonis, rivënje me duar për Vllaznin Curaj, e cila lua në një zonë të sigurt. Aty është Presley dhe më pas Bayraktari, Ramadani, prejke e fundit futbollistës së Vllaznis, rivënje kështu me duar për Apollonin. Nërkohë takimet e tjera janë Laçi Partizani, Gram Shekino Studio, dy takime që do të luan më datën 27 prill dhe Tirana Teuta, ndeshja që do të mbyll javën e 17, më datë 28 prill ora 17. Një sfidë ku Tirana ndodhet në vendin e parafundit me 5 pikë dhe Teuta në vendin e 8 me 8 pikë të koleksionuara. Rikthehemi në takimin Vllaznia Apollonia, goditje dënimi për ekipin e Vllaznis. Është momenti i faullit shkaktuar nga mesfushorja Njarko. Goditje e lirë shohim Bayraktari, Jones, gjithashtu edhe Koad janë në zonë. Përvonë një goditje nga distanca, shkon mbi tra. Vetëm një lloj paralajmërimi, tentativa nga distanca e Megi Doçit, e cila në një farë mënyrë kërkohet të surprizonte portierin e Apollonis. Amonikaj tentoi të pasonte në mesfush, u bllokua, megjithatë fiton këtë rivënie me duar njëherë tjetër. Amonikaj për tek Njarko, sërish Amonikaj. Një pasim interesant, por mbyllet nga Esmeralda Franja, ndërsa Curaj luan shumë pas tek portieria në Ryl, ky e fundit. Topi shumë larg, spastron zonën. Rivënie me duar i takon Apollonis, reklamoi për një faul. Amonikaj Vishkulli, luan pas tek Amonikaj, dhe në fund dalet loja për një faul shkaktuar nga Borçi. Është momenti dukshëm ka patur një prekje të sulmuesës së Vllaznis. Top gjati Amonikaj, por shumë larg De Souza. Curaj. Është De Souza e cila preku topin. Ramadani në krahun e djathtë.
Top që mbyllet nga mbrojtja e Apollonis, kërkon të organizohet, është ma ekipi Fjerak, nuk ja del do dhe ka shumë të vështirë. Një top i gjati Esmeralda Franjës për tek Jones, autorja e golit ishte pikërisht Amerikania, e cila në minutën e 5 realizoi golin e avantazhit duke shfrytzuar daljen e gabuar të portierit Syska. E portën e boshatisur e kishte shumë të thjesht realizonte. Amonika, top shumë i fort për tek Vishkulli. Arbenita Curaj, disi në vështirësi dhe nuk ja del do të fitoj rivënien ansore. Shkon Amonika, i fiton disa centimetra, kërkon mbështetje. Pasimi Vishkullit, fituar i top nga Megi Doçi, top i gjati Preslit. Esmeralda Franja, për tek Megi Doçi, shumë e shpejt Megi Doçi, e ka kontrolin e topit, tenton të trebloj kundërshtaren. Kthehet shumë pas, qetëson lojën, luan në kraun tjetër. Baraktari shumë në vështirësi dhe shkakton faul ndaj Levendit. Goditje dënimi për Apollonin. Shohim vjen në arkimi në zonë dhe Curaj kthen topin pas tek portierja Nëryl. Borçi luan tek Esmeralda Franja. Kjo e fundit nis një top të gjatë në kraun e majta, tuk është Megi Doçi. Arkimi Megi Doçit në zonë, largohet topi me gjatë rreziku, është ende në zonën e Apollonis. Sërisht Megi Doçi shumë aktive në këto 16 minuta të zhvilluara, 16 minutat e para, një dominim i ekipit të Vllaznis. Arkimi i Ramadanit dhe Hyska. Kësa radhe ja del të ketë kontrolin e topit. Njarko luan tek Vishkulli. Çon lojën ekipi i Vllaznis. Megi Doçi në këtë duel në mesfush. Nuk ka rrinë do të lojtarët e Apollonis. Rivëni me duar për ekipin e Vllaznis, shkon Ramadani, nis shpejt. Hyska nuk e largon topin si ç'duhet, megjithatë fat Apollonia në këtë situatë.
Ndalja e portierit Syska. Shohim ka mos marrëveshje, një topi marrë mjaft mirë. Curaj. Krahun e majt, avancon të tonë, Monika të mbyll çdo lloj hapësire, e bën diçka të tillë. Minuta e 19 vjen goditja e parë nga këndi e takimit që i takon skuadrës së Vllaznisë. Përgatitet Megi Doçi. Kemi shumë e fort i gabuar i Megi Doçit. Shkoi shumë pranë dhe Berisha për të marrë një pasim. Aty shumë pranë saj, por preferoi një arkim të fort. Vishkulli lë topin, të rivënje me duar. Gabon në këtë mbajtje të topit. Nëse shoria Apollonis Ndjok. Dërzojnë topin shumë shpejt lojtarët e Apollonis, e kanë shumë të vështirë të organizohen. Pasimi i Presleyt, vjen Megi Doçi. Esmeralda Franja shumë kombinimet e jashtëzakonshme të lojtarët së Vllaznisë, por mbyllet në fund nga Ukuoma. Megi Doçi. E mbështet Curaj në krahun e majt. Provoi një pasim në mesfush tek Esmeralda Franja, rrotullohet mirë Berisha. Sërish pasimi tek Megi Doçi, ja merr topin Vishkulli, ka mbetur i dëmtuar kjo e fundit. Ndërkohë Ndjok shumë të vështirë është pikërisht Berisha, e cila rëmbeu topin. Borçi për tek Megi Doçi. Në të duel me Monikaj bën më të sigurtën mbrojtësja Ukuoma. Ishte dhe pozicionuar mirë, nuk lejoi Borçin që të avanconte më tej. Topin e ka pikërisht sulmuesja e Vllaznisë, e cila pason tek Jones. Megi Doçi me këtë finder për tek Arbenita Curaj. Levendi. Armen topin Megi Doçi pa faul. Dhe ka një faul nga ana e Levendit, e cila proteston. Emanuela Rusta, kryesorja vetëm e këshillon. Goditje dënimi për ekipin e Vllaznisë, jemi në minutën e 22. Vjen arkimi Megi Doçi sërish shumë larg në mënyrë të gabuar, shpërdoron një tjetër mundësi për të bërë diçka, komunikon në distancë me trajner Nikolin Leka. Monikaj. Topi gjatë i saj në qendër, i gabuar, mbyllet me kokë nga Presley. Megi Doçi për tek Curaj. Më pas është Levendi. Shohim të zbritje të skuadrës së Apollonis. Është Ukuoma. Në fakt është Ndjok. E mban topin Ndjok, lëviz mirë Ndjok. Goditja me të djatën, shumë e lehtë. Një goditje nga vendi që nuk kishte forcën e duhur. Arriti të priste shumë lehtë portierja Nyryl.
Pasimi i Curajt Borçi. Berisha, shohim një pasim shumë i mirë, por në momentin e fundit është dalja e portieres Hyska, aty ku Jones, Amerikani, lëvizi mirë në linjën e mbrojtjes Apollonis. Arriti të shmangej mjaft mirë, por më pas ishte dalja e portieres Nuarko. Vishkulli ka kaluar në krahun e majt Vishkulli. Nuarko, top gjatë i saj, e gabuar, dorëzojnë shumë shpejt, Nurul, Bajraktari, Borçi. Shohim të pasim në krahun e gjatë edhe njerë tjetër, portierja Hyska, vendimtare në daljen e saj. Nuarko ombet topin Megidoci. Pasimi shumë i fort për tek Jones, pretendon për një faul, për një kontakt me ndojnë. Ndjok. Tetoj një pasim që mbyll nga Esmeralda Franja. Megidoci avancon Esmeralda Franja në krahun e majt, kërkon Xhindole të mbyll hapësirën, por më pas një top i larguar nga Njarko. Vishkulli. Megidoci lëviz mirë në mesfushë, ka topin, qetëson lojën, por ky pasim në krahun e gjatë arrihet me vështirësi nga Ramadani. Luan në qendër të mbrojtjes, aty ku është Presley. Top mjaft i mirë tek Curaj. Ke fundit Luan. Sërish tek Presley. She lëvizja e Curajt në krahun e majt, tenton Arbenida Curaj, po shumë i fort. Pasimi i Amonikaj dhe Xhindole, e cila në vështirësi e largon në mënyrë të gabuar. Esmeralda Franja aplon në krahun e gjatë, por Ramadani ka rindot tek topi, pas ishte një pasim shumë i fortë i kapitenes së Vllaznis. Vishkulli. Pasim që lexohet mirë nga mesfusha e Vllaznis. Shohim ardhjen e Jones. Futbollistja e Apollonis Amonikaj diskuton me trajnerin Elton Azizaj, diçka nuk po funksionon në këto 28 minuta që po luan aktualisht në stadiumin Loro Boriçi. Curaj mbyll atë pasim të Ndjok. Levendi. Pasim që mbyllet nga Presley. Franja, Megidoci. Berisha për tek Esmeralda Franja, ndërsa tashmë topin e ka Bajraktari.
hap lojë në krahun e djathtë, duke është Ramadani. Pasimi tek Borçi, tentoi një pasim të shpejt. Megjithatë, rifitojnë topin shumë shpejt lojtarët e Vllaznis, Monika që jep një far besimi ekipit të Apollonis. Topi marrë mjaft mirë nga Monika dhe një pasim i gabuar i Njerkos. Goditje dënimi për Vllaznin. Shohim faulin e Monikaj. Topi gjatë i Megdoçit në zonë dhe Vishkulli që e kontrollon topin pasardhjen së mbrojtëses së Vllaznis Bajraktari. Topi gjatë i Vishkullit në qendër. Monika i shohim sa i shpejt është. Luan në krahun e djathtë një pasim i shpejt i Levendit, po shumë larg. Dhe Presley, cila qetëson mbrojtjen e Vllaznis, luan tek portierja Nyryl. Bajraktari luan tek portierja Nyryl. Presley pason tek Curej në krahun e majt. Megdoçi me finter mjaft mirë për tek Berisha dhe mbyllet nga Ndjok. Levendi shumë larg aksionit, megjithatë tenton të rifitojë, po shohim lëvizja e zgjuar e Arbenita Curajt. Top gjatë i saj dhe Megi Doçi në përpjekje për të mbajtur topin në lojë, nuk ja del. De Souza luan me finter tek Levendi. Monikaj sërish tek topin Levendi. Topi gjatë i saj në qendër që mbyllet me shumë qetësi nga Bajraktari. Kërkon të organizohet tashmë ekipi i Apollonis. Monikaj luan tek Levendi. Tjetër arkimi i Levendit në zonë dhe nuk ka arrin dot të godas Ndjok. Ndoj. De Souza, tentativa në minutën e 32 e rrezikshme, por në Nyryl e vëmendshme. Shohim edhe një herë të djathtën e De Souzës. Megdoçi. Topi gjatë i saj dhe shohim daljen e portierit së Apollonis. Ndoj pason tek Vishkulli. Kjo e fundit tentoi një pasim në mesfush, por që ftoi topin nga Malaj. Levendi, minuta të mira për skuadrën e Apollonis. Shohim të pasim të De Souzës, por lojtarët e tjerë të Apollonis menduan se do të kishte një tentativë të De Souzës. Shfaqet edhe një herë tjetër rrezikshëm futbollistja e Apollonis, edhe një minutë më parë krijoi atë mundësi për gol. Levendi. Ishte një pasim i Ndjok që u mbyll nga mbrojtja e Vllaznis.
Berisha unë be topin e rifton në Ndjok. Arkimi saj i fort nuk e pa pozicionimin e Vishkullit. Pasimi i Ramadanit tek Borçi. Megidoçi në këtë duel me Hamonika i shkakton faull mbrojtësia e Apollonis. Goditje dënimi, një pozicion favorshëm, një pozicion shumë i mirë aty ku Megidoçi do të tentoj. Ishte momenti i faullit. Ndërkohë është dalur loja për shkak se një futbollist e Apollonis ka mbetur e dëmtuar. Do shkohet me kartonin e verdh Hamonikaj në minutën e 34. Lojtarja e parë që shkohet me karton. Shohim është e vetme pranë topit Megidoçi, nëse do të kemi ndonjë arkim nga ana e saj apo ndonjë tentativë të drejtë për drejtë në port. Franja dhe Borçi krijojnë murin ndihmues për Megidoçin. Vjen goditja e Megidoçit dhe ndërhyrja mjaft mirë e portieres Syska. Reagimi i 21 vjeçares. Shohim edhe një herë goditja shumë e fortë dhe ndërhyrja e portieres Apollonis. Goditja e dytë nga këndi për ekipin e Vllaznis. Shohim markimin në shtyllën e parë. Ka mosmarrëveshje në mbrojtje. Gjatë largohet topi. Esmeralda Franja në krahun e djathtë vjen, arkimi shumë i fortë, megjithatë mbahet gjallë aksioni nga Megidoçi. Edhe një herë tjetër ka topin Megidoçi. Në vizë në gjithë frontin e sulmit. Berisha luan tek Curej. Arkimi i saj në zonë largohet me kokë, ndërsa Esmeralda Franja sërish mban gjallë aksionin, por Hamonikaj e largoi topin për shkak të një lloj presingu nga ana e sulmueses Borçi. Humbe topin Megidoçi. Levendi, pasimi tek Hamonikaj. Dalet loja për një faul. Çon topin para Xhindole për tek Levendi, shpëton mbulimit të Arbeneta Cura, edhe një herë tjetër Levendi. Dhe pasimi shumë në thellësi, shumë në brendësi, dhe shumë i fortë. Kërkoj një pasim në zonë Braziliania de Souza. Pasimi shumë i fortë i Ramadanit në krahun e djathtë. Nuk arrin dot Amerikania Jones, tentoi deri në fund. Shpikërisht Jones, e cila në minutën e 5 realizoi golin e parë dhe që nga i moment Vllaznia është munduar me të gjitha mënyrat për të shënuar golin e dy, sidomos me tentativat e Megidoçit.
Një top i dhënë me kokë nga ana e Gjindoles, cila luan pas tek Hyska. Ukoma. De Souza. Një pasim që Arbineta Curaj me shumë lehtësi luan pas tek portierja Nyryl. Berisha. Pasimi tek Megidoçi shumë aktive në krahun e majtë të sulmit, që lëvizjen e Borçit, një korridor shumë i mirë nga ana e Megidoçit, por pasimi i sulmueses është i gabuar. Nuarko. Luan tek Ukoma. I shkon malaj, por preferon një pasim tek De Souza, e cila mjaft mirë hap lojën në krahun e djathtë aty ku është Levendi, e mbështet Amonikaj. Pikërisht në krahun e djathtë, topi është pikërisht për Amonikaj. Arkim në zonë. Gjindole tentoi arrinte tek topi, ndërsa kjo goditje shumë e gabuar e mes fushores Nuanko përfundoi jashtë. Gjindole e ka topi sërish kapitenja e Apollonis, por kësaj radhe gabon në pasimin e saj. Megjithatë edhe Esmeralda Franja nuk kishte kontrollin e topit. Ukoma, top gjatë mjaft mirë në krahun e majtë Ndoj. Që Vishkullin sërish Ndoj, avancon në krahun e majtë edhe njëherë tjetër Ndoj, dhe në fund kjo ndërhyrje, por ka patur një prekje të Ndoj vetëm rivënie fundore. Ryrje shumë e mirë në momentin e fundit që Ndoj tentoi të pasonte, u bllokua nga mbrojtja e Vllaznis, që tashmë kemi hyrë në 5 minutat e fundit të pjesës së parë. Borçi, edhe njëherë tjetër dalja e portieres Hyska, ka mbetur e dëmtuar. Në këtë mënyrë kapiteni i Apollonis Gjindole largon topin. De Souza. Levendi nuk arrin dot Esmeralda Franja. Luan tek Curaj. Ka mbetur e dëmtuar Levendi. Top gjati i Ramadanit në qendër është Ukoma, e cila luan tek Gjindole. Dhe e fundit largon topin për të ardhur në ndihmë Levendit. Mbetur e dëmtuar 27 vjeçaria. Ky është momenti i përplasjes.
Në ndeshjen e Kupës së Shqipërisë kundër Kino Studios, Apollonia fitoi me rezultatin 6-0. Levendi, Vishkulli dhe Souza, sërish Levendi, gjithashtu Ndoj dhe Vishkulli, shënuan 6 golat e takimit, 6 golat e kualifikimit për në raundin tjetër. De Souza të një pasim të Ndjok, sërish De Souza, Ndjok, Hamonikaj arrin të depërtoj mirë në mesfush, topi është shumë i letë, me gjitha të zidhet me letësi nga Ndoj, kjo e fundit të në tonë të qoj sërish topi dhe Hamonikaj, por mbyllet nga Arbenita Curaj, e cila të në tonë të marrë kraun e majtë. Topi është i mirë, por mbyllet nga mbrojtja e Apollonisë, ishte në fakt Levendi reaktivizuar pas ati problemi që pati në atë përplasje me futbolistën Presley. Njarko. Top në kraun e djathtë që mbyllet nga Arbenita Curej. Megdoci tenton të tribloj Hamonikaj dhe rivënje ansore që i takon Apollonis. Do të qojmë se sa minuta shtesë do të akordohen nga përfundimi i pjesës së parë. Vllaznia 1, Apollonia 0. Pasimi i Levendit, Megdoci që luan tek Curaj dhe prekja e fundit e mbrojtëses Apollonis. Do të kemi 3 minuta shtesë nga përfundimi i pjesës së parë. Kam e dëmtuar Megdoci, vion lojën kryesorja Emanuela Rusta, por kësaj radhe Hamonika detyrohet të nxjerrë topin për t'i ardhur në ndihmë Megdoci, gjithashtu edhe futbollistës Apollonis Njarko për të përplasje. Shojmë edhe njerë momentin e plasjes mes dy lojtareve. Janë quar dy futbollistet, duke se është vetëm një problemi i momentit, plani parë për trajnerin e kombëtares Armir Grima. Curaj rretullohet mirë, krijon hapësirë, pasimi tek Megdoci, sërish Curaj, Berisha u mbet topin. Njarko luan tek Ndjok, avancon Ndjok, Ndoj në kraun e majt. Top gjatë në qendër mjaft mirë, interesant, që lëvizjen e Levendit, po shumë në thellësi. Topi dhënë nga Okuoma. Esmeralda Franja, Megdoci, pasimi shumë i shpejt tek Berisha. Edhe njërë tjetër Megdoci. Por pasimi nuk lexohet nga
Berisha. Vjen Levendi për t'i marrë topin Megedocit. Shumë duele në krahun e majt. Megjithatë qetësohet gjendja me pasimin dhënë nga Nyrul Ramadani. Pasimi mjaft mirë tek sulmuesja Borçi, por edhe njëherë tjetër portieria hyska vendimtare me daljet e saj. Kam përfunduar 3 minutat e kohës shtesë të pjesës së parë. Duke se nuk do të ketë më kohë, po kështu vendos kryesorja Emanuela Rusta, dërgon skuadrat në dhomat e zhveshjes. Përfundon pjesa e parë me rezultatin 1-0, një gol i shënuar nga Jones në minutën e 5. Mos u largoni mi, sepse pas pak do t'jemi sërish me pamje nga pjesa e dytë e takimit. Rikthehemi edhe njëherë miq me pamje të drejtë për drejtë nga stadiumi Loro Boriçi për pjesën e dytë të takimit mes Vllaznisë femrave dhe Apolonisë, një pjesë e parë që përfundoi me rezultatin 1-0, një gol i shënuar nga Jones në minutën e 5 i dha avantazhin e shpejt ekipit shkodran. Jemi në javën e 17 dhe të parafundit të kampionatit, ku ekipi i Vllaznisë në rast se arrin një sukses shkon në kuotën e 48 pikëve, ndërkohë që Apolonia mbetet në vendin e tretë me 39 pikë. Ka nisur kjo përballje me zëvendësime, sidomos tek Vllaznia, është larguar Borçi, Amati është në vendin e saj, gjithashtu është larguar dhe Berisha. Mustafaj është në vendin e saj dhe Jones, Amerikania, autoria e golit, dhe në vendin e saj Lufo. Këto janë 3 zëvendësimet e trajnerit të Vllaznisë Nikolin Leka. Shojmë të arkim të Vishkullit dhe Presley që vetëm e largon, qetëson mbrojtjen e Vllaznisë. De Souza, Amonikaj, lëvizje mirë në krahun e djathtë, vjen arkimi i saj, një top i larguar dhe Esmeralda Franja që i merr topin De Souzës. Erdhi pas shpine. Prekja e fundit është e Presley dhe Apolonia që fiton goditjen e parë nga këndi vjen në pjesën e dytë në minutën e 48 dhe shkon Vishkulli pranë në goditjes nga këndi. Do të shohim se si do t'jetë arkimi i saj. Vjen arkimi i Vishkullit. Edhe njërë tjetër.
Messi Lufo. Prekja e pare e topit pas aktivizimit. Se në pjesën e dy duke marrë vëndin e Jones. Rivën jansore për Vllaznin, shkon Ramadani. Topi larguar nga Nuarko, sërish Vllaznia është në gjysmëfushën e Apollonis. Ka një përplasje mes Ndoj dhe Ramadanit, por prekja e fundit e topit është e futbollistës së Vllaznis. Umbet topi Ndoj. Ja të rifitohet topi shumë shpejt. Një faul fituar nga Mustafaj. Ajdera Mustafaj. Goditje dënimi. Shkon e përreshmja Megi Doçi. Krijon murin mbrojtjes portieri e Apollonis Hyska, janë vetëm 2 lojtare si De Souza dhe Vishkulli. Vjen vëzhgëllima e Manuela Rustës, arkimi Megi Doçit, kjo goditje dhe shënon golin e dytë Vllaznia në minutën e 50. Realizon sulmuesja Esi Lufo. Disi më i qetë tashmë trajneri Nikolin Leka. E shohim edhe njerë arkimin e Megi Doçit dhe Lufo e pa mbuluar. Arrin të shënoj. Dy me 0, vështirësohet ndeshja tashmë për Apollonin, pas golit të shënuar nga Jones në minutën e 5, vjen realizimi Lufos. Në minutën 51, 2 me 0, tashmë më i qetë Vllaznia. Ivani me duar kërkon Ndoj të nxitoj. De Souza. Ishte pasimi Levendit. Njarko. Aplon kraun e djathtë, aty është Hamonikaj. Sërish Njarko she lëvizje në kraun e djathtë në Djok. E ka pikërisht topin lojtarja e Apollonis, por e humbet e dorëzon. Si ishte më sakt Curej. Megi Doçi. Një pasim interesant në kraun e djathtë, por lexohet nga Ndoj. Levendi. De Souza. Sërish Levendi. Kombinime të shumta nga ana e dy lojtarëve, më pas De Souza tentoi një pasim në qendër të mesfushës, u lexua nga Franja. Lëvizje interesante nga ana e Levendit. Ndoj. Edhe njërë tjetër e ka topin futbolliste e Apollonis, Ndoj. Ukuama. A luan tek Gjindole. Hamonikaj. E ka topin sërish të Hamonikaj. Gjindole. Nuk arrin dot De Souza, braziliania, me gjithë të insiston. Skuadra e Apollonis. Pasimi Hamonikaj. Franja. Ka bujë në një moment Presley, por u nda loja për shkak të një prekje të topit me dorë nga ana e Hamonikaj, se vendësimi i parë tek Apollonia, Alice
do ty në fushën e lojës. Shohim se kush do të largohet. Është Njarko në loj Alice da Silva. Zavendësimi i parë tek Apollonia. Megidoci me shumë vendosmëri dhe sprint tentoi të fillonte aksionin e vllaznis pa mundur. Është ndalur loja për një faul. Levendi. Avancon Levendi. Amonikaj në krahun e djathtë, vjen arkimi i saj, topi i larguar nga mbrojtësia Presley. Levendi, Amonikaj, Alice, vjen arkimi i saj. Sërish një tjetër topi i larguar nga mbrojtja e vllaznisë. Shohim tashmë këtë kundërsulm me Megidoci, e cila luan krahun e majta, duke është Hamadi. Lufo dhe ndalet loja për një pozicion të paregullt. Nuk vlen aksioni i vllaznis, ishte një pasim i Hamadit për tek autoria e golit të dytë Esi Lufo. Top gjatë në qendër tek De Souza. Shkon Vishkulli. Ramadani, Megidoci, pasimi në krahun tjetër, por sërish ndalet loja për një pozicion të paregullt. Ishte pikërisht Koad, lojtarja e cila në pjesën e parë ka qenë pothuajse në hije. Vetëm tashmë në minutën e 56 u shfaq në sulm. Por aksioni ishte i paregullt për shkak të pozicionit të saj jashtë loje. Esmeralda Franja. Levendi. Pasimi në qendër që lexohet mirë nga qendërmbrojtësia Baraktari. Topi i larguar me Konga Ukoma. Lufo. Mustafaj, Lufo sërish. Katomi Mustafaj, pasimi tek Lufo. Shkon në ndoj për t'i marrë topin. 4 centimetra dhe kjo gjysmë rafeshate Megidocit. Arkimi Curaj dhe më pas mos marrëveshje mes Ukomës dhe portierit Syskaj. Rrezikon shumë Apollonia. Pësoj golin e tretë. Sërisht rivëni me duar për vllaznin. Ramadani për te Koad. Sërisht Ramadani. Mbyllet nga Malaj. Vjen kështu goditja e tretë nga këndi për vllaznin, vetëm një Apollonia në këto 58 minuta të zhvilluara. Pas pak të vllaznia do ty në fushën e lojës Vasa, Rosela Vasa.
do t'jetë zëvendësimi i katërt. Topi marr me shumë sjuarsi nga kapiteni Esmeralda Franja. Është ajo që ruan mirë ekuilibrat në mesin e fushës. Lojtare me eksperiencë prej shumë vitesh, është pjesë e ekipit të Vllaznisë. Hamadi. Megidoci. Ndalet me faul nga ana e Ndjok. Do vi zëvendësimi. Shohim kush do të largohet. Është Koad, lojtarja e cila largohet nga fusha e lojës. Vasa vendin e saj. Edhe tek Apolonia do të kemi zëvendësimin e dytë, largohet Vishkulli dhe Luari në fushën e lojës. Refiona Luari. Një arkim pa dëme për Apollonin. Shohim shpejtësinë e Ndoj. A cila kthehet pas. Të larguar nga Nyryl. Jo mirë, megjithatë Curaj pason dhe këtu ndalet për shkak të një prekje të topit me dorë. Faulli i takon ekipit të Vllaznisë. Jemi në 30 minutat e fundit të takimit të javës së parafundit të kampionatit të femrave. Një ndeshje mes Vllaznisë dhe Apollonisë që po flet për ekipin Shkodran pavarësisht disa orvatjeve të Apollonisë për të ndryshuar fatet e takimit me disa mundësi për gol. Por deri më tani nuk ja ka dalë. Luari. I shkon Amadi për t'i marrë topin. Humbet kontrollin e situatës. Megidoci rëshket. Futbollisti i Vllaznisë ndalet për një prekje të topit me dorë. Luan shpejt kapiteni Axhin Dole, e cila pason tek Levendi, avancon në mes fush Levendi dhe më pas ajo ide që nuk rezulton efikase pasi De Souza, sulmuesja braziliane, ndodhi në pozicion jashtë loje. Pasimi i Presleyt. Megidoci. Vasa e ndjek mirë aksionin në krahun e majt. Avancon Vasa, shohim është vetëm Lufo. Largon topin me kokë Ndoj. De Souza. Bajraktari luan thjesht tek portierja Nyryl. Vasa. Arbenida Curaj. Pasimi për tek Lufo, shë pozicionin e saj, avancon Lufo dhe goditja që përfundon jashtë nuk ka patur pozicion të pa rregullt. Nuk besoi fillimisht Lufo për pozicionin e saj, më pas vijoi aksionin, ndikuar edhe nga komunikimi i stafit të Vllaznisë dhe përballë portieres Hyska nuk u tregua i sakt, ndoshta për të dhënë goditjen përfundimtare Apollonisë për të çuar rezultatin në 3-0. Ndjok. Pasimi shumë i fort. Amadi. Megidoci. Me shumë lehtësi realizon
golin e tretë për Vllaznin, ka duar trokitje nga Stoli i ekipit kuqe blu. Tashmë çdo gjë bëhet më e lehtë për Vllaznin. Minuta e 64. Shohim edhe një herë golin e shënuar nga Megi Doçi, ishte pasimi i dhënë nga Amadi dhe arriti të shfrytëzonte atë hapësirën boshe në qendrën e mbrojtjes. Jones, Lufo dhe Megi Doçi, autorët e 3 golave. Ndoj luan pas tek Leventi. Asimi Ndiok De Souza, goditja e braziliane se gabuar shumë fort. Nuk ishte koordinimin e dur. Presley për tek Curaj, ky e fundet luan sërish tek Presley, që në mbrojtësja jep të top të gjatë, nuk e arrin dot Megi Doçi. Leventi nuk e mbyll dot Franja, edhe një herë tjetër Leventi. Një pjesë e dytë shumë e mirë e Leventit, shumë aktive, rrotullohet. Luari. Leventi ndjek aksionin, vjen Arkimi dhe në rëll vendos qetësi në mbrojtjen e Vllaznis. Prekja e fundit e Ndoj në atë duel me Megi Doçin. Do të kemi një tjetër zëvendësim tek Vllaznia, pas pak do të hyrë në fushën e lojës Mikaela Victoria Mustard. Bajraktari luan pas tek portierja Nyryl. Rrezikohet disi, megjithatë gjen Arbenita Curajn ky e fundit, pason shpejt tek Megi Doçi, e cila u mundua të mbante topin në kontroll. Gjindole, pason tek Hamonikaj. Kërkon Diok të fitoj topin, e bën diçka të tillë mes dy lojtarëve të Vllaznis. Hamonikaj, Ndoj, sërish Hamonikaj. Dalet loja për një faul. I përket ekipit të Apollonis, tashmë është momenti i zëvendësimit. Shohim se kush do të largohet. Është pikërisht Arbenita Curaj. E kryen 5 zëvendësimet skuadra e Vllaznis trajneri Nikolin Leka. Goditje e lirë për Apollonin, Hamonikaj është pranë topit, vjen arkimi i saj shumë i fortë dhe Bajraktari që e largoi me kokë dhe kështu duke dhuruar i jep goditjen e dytë nga këndi i Apollonis në minutën e 68. Nxitojnë futbollistët e Apollonis. Leventi letovi me finte për Hamonikaj. Vjen arkimi i saj, gjen Diok, dhe ky e fundit nuk ka arrin dot të godas portën, pasi ishte dhe
Esmeralda Franja, kapiteni e Vllaznisë, e cila ndërlikoi jo pak situatën e saj. Megi Doçi, autorja e golit të tretë, luan krahun e djathtë. Arkimi i pasës, Megi Doçi, dhe kjo goditje që shkon në travers 2 herë. E shohim nëse ka patur ndonjë prekje nga ana e portieres Syska. Shohim. Ishte arkimi i Mustafait. Dhe zhgënjimi Megi Doçit. Nuk ka patur asnjë devijim nga portieria Hyska. Amadi shumë shpejt rifton topin. Vllaznia dhe goditja e sulmueses Lufo përfundon jashtë. Ndoj. Hamonikaj. Ndiok. She mjaftin lëvizjen e De Souzës, kapsi braziliania kërkon mbështetje, preferon këtë goditje nga distanca, e gabuar shumë larg portës. Asgjë për të përmendur në këtë moment, në këtë situatë. Pasimi Hamonikaj, De Souza me finte. Kërkoj që Mustafaj fiton këtë faul. Esmeralda Franja. Luan tek Bajraktari, Nyryl. Esmeralda Franja. Ramadani për tek Bajraktari. Top gjati Mustafe për tek Lufo, për është Megi Doçi, e cila asiston pikërisht për sulmuesen. Dhe ndërhyrja e Gjintoles, kapitenes Apollonis, nuk lejon që Lufo të avancon të mëtej. Do t'ishte vërtet një aksion shumë i mirë për Vllaznin, nëse do të vijonte Lufo do kishte kontrollin e plotë të topit. Ukoma. Hamonikaj. Servinoj qendër i gabuar për tek Malaj. Mustard. Esmeralda Franja. Ramadani. Shumë i fort, shumë në thellësi, nuk e ndjek më pas aksionin Megi Doçi, megjithatë Duart Roketi den e shoqes së saj të skuadrës. Esmeralda Franja me shumë qetësi luan tek Bajraktari. Ramadani mjaft e shpejt në krahun e djathtë. Mustafa e arkim në zonë, sërish një dalje e portieres Apollonis, vijon aksioni. Goditja e Amadit përfundon jashtë. Është ndalu loja, ka një problem për një nga lojtarët e Apollonis, shohim. Është kapitenia Gjindole. Giulia Gjindole. Skuadra e Apollonis, trajneri Elton Aziza, e ka kryer vetëm 2 zëvendësime
Aliz dhe Luari. Dy zëvendësime që fillimisht erdhin në minutën e 51. U largua Nuarco në vendin e Aliz dos Santos dhe 8 minuta më pas u aktivizua Luari në vend të Vishkullit. Ndërkohë është quar Gjindole. Bëhemi gati për minutat e mbetura të takimit. Pasimi i Hamonikaj në krahun e djata duke është Diok dhe Souza. Luajnë në zona të ngushta lojtarët e Apollonis. Levendi. Goditja me të djatën e Levendit që ndalen nga portierja Nyryl. Topi gjatë i Ramadanit. Largohet nga Gjindole. E la pasa të problemin fizik kapitenia e Apollonis. Lufo. Pasimi të ka Amadi. Dhe pasimi i Mustafa i ti gabuar. Shohim sa shpejt e rifiton topin skuadra e Vllaznis. Lufo. Presley. Ka topin sërish Presley. Nyryl. Bajraktari. Ka topin mbrojtësia e Vllaznis. Levendi. Pasimit e ka Hamonikaj, por më e pozicionuar futbollistja e Apollonis. Hamonikaj. Shkojnë dy lojtarëja, marrin topin. Megidoci. Pasimi në krahun e majt Vasa. E arrin, por e marrin topin. Diok. Luan pas me sushorja e Apollonis, aty ku është Ndoj. Kjo e djathtë Ndoj e jashtë e gabuar. Edhe njërë tjetër provon skuadra e Apollonis nga të tilla momente, pra nga distancat. Top gjatë i Bajraktarit. Megidoci. Edhe njërë tjetër fiton topin Megidoci këmbgulse. Sulmuese e Vllaznis. Shohim. Pasimit e Lufo në krahun e djathtë. Vjen arkimi në zonë dhe Presley nuk e arrin, megjithatë shkon merr topin dhe më pas e dorëzon tek Gjindole. Janë shtëruar energji tek të dyja skuadrat. Bajraktari. Amadi humbe topin futbollistja e Vllaznis. Levendi. Hamonikaj. E shoqëron Levendi në krahun e majt. Vjen arkimi saj në zonë dhe kjo goditje që ndalet nga portierja Nyryl. Fantastike në atë reagim. Portierja e Vllaznis duke mbajtur për momentin portën e paprekur. Është dalur loja për një faull fituar nga Hamadi.
Po shohim edhe njerë arkimin e Levendit dhe Luari nuk arriti do të realizonte Levendi arrin të pasoj, por është larg aksionit ndjok. Në gjatë rifiton topin shpejt me sushorja e Apollonis. Loj avion. Ndoj. Amonikaj. Avancon Amonikaj, kërkon të marrë qëndër, por shohë mbyllet mjaft mirë nga Esmeralda Franja, Lufo dhe Megi Doçi, e cila e kërkon të topin në qëndër. Palë fituar nga Levendi. Sërish një tjetër ndales loje, ka mbetur e dëmtuar Ndoj. Topi përplasur në fytyrën e saj. Vion të marrë ndihmën e stafit mjekësor. Futbollistja e Avallonis Jessica Ndoj. Të çojmë nëse do të vjoj këto 10 minutat e fundit të takimit. Vetëm 2 zëvendësime janë kryer tek skuadra e Apollonis. Ju njohim edhe njerë me autoret e golave. Jones në minutën e 5 shënoi falë gabimit të portieres Hyska, më pas në pjesën e dytë Lufo në 51 dyfishoi rezultatin, ndërsa në minutën e 63 Megi Doçi shënoi golin e tretë pas pasimit të dhënë nga Hamadi, e cila gjeti mbrojtjen e Apollonis të poshatisur, duke shënuar golin e tretë. Duket se Jessica Ndoj nuk mund të vazhdoj më, sepse pati lëvizje në stolin e Apollonis. Liliana Guga do të bëhet gati pas pak. Kërcuar gjithsesi Jessica Ndoj. Shoqërohet gjithashtu nga shoqja e skuadrës Amonikaj. Për momenti me një lojtar më pak, skuadra e
Apollonis. Do të qëmë nëse Jessica Ndoj do të vjoj minutat e mbetur, apo do të kemi një zëvendësim të detyruar. Luari. Rëbëni Ansore. I takon Apollonis. Stiliana Guga në fushën e lojës dhe do të marrë vëndin e Jessica Ndoj, e cila drejtohet me njerë dhomës së zhveshjes. Megedoci, mjaft mirë, arrin të pasoj me shumë vështirësi tek Mustafaj. Ramadani, Ahmadi, pas pason tek Esmeralda Franja. E fundit haplo në kraun e majta, duke është Vasa. Vjen arkimi saj dhe Lufo për pak nuk shënon golin e 4 për Vllaznin dhe të dytin personal. Shumë edhe njërë aksionin e krijuar dhe arkimi i Vasës shumë i mirë. Goditja e menjëhershme e Lufos, la të pa lëvizur portierin Hyska. Topi gjatë i Levendit dhe dalja e portieris në ryll. Vasa. E ban topin. Vasa shohim pas daljen e portieris Hyska, e cila luan shpejt. De Souza, Monikaj, Lufo për tek Megedoci, për është Ukoma, gabon Guga në atë pasim, Ahmadi, Esmeralda Franja, Presley, topi larguar nga mbrojtja e Apollonis. Në ryll, Bajraktari për tek Ramadani në kraun e djathtë. Mustafaj. Ramadani avancon, ka energji në këmbët e saj dhe pasimi shumë i lehtë i lexueshëm. Ukuoma. Pasimi i Gugës i gabuar. Sërish Ramadani, pasim tek Megedoci, Levendi, e cila e largon, qenë të lirë De Souzën, sërish topi përfundon tek Levendi. Monika e kapsim në kraun e majtë, avancon futbolliste e Apollonis, një arkim që largohet nga Mustard. Vjen goditja e tretë nga këndi për Apollonin. Monika është pranë topit. Arkimi i saj dhe topi larguar nga mbrojtja e Vllaznis, megjithatë rreziku vijon ende, kseralla Monika tentoi të godisë, topi përfundoi te Levendi. Monika, arkimi i saj dhe Bajraktari me kokë. Pas vjen Ahmadi. I bëni me duar për Apollonin. Ndjok për tek Monikaj. Këta opin sërish Ndjok. Ja merë Megedoci, e cila kërkon të vjoj aksionin, e mban topin në kontrol dhe më pas ka mbetur e dëmtuar në atë përplasje. Loja vijon, por më pas kryesorja Emanuela Rusta ndal lojën për t'i ardhur në ndihmë. Megedocit ishte një sinjalizim i arbitres së katërt. Shohim, kjo ishte përplasja
me Gugën. Trajneri vllazërit Nikolin Leka e ka kryer të pesta zëvendësimet, edhe pse nëse do të vijonte edhe me një lojtare më pak, asgjë nuk do të ndikonte në rezultatin e kësaj përballje, pasi vllaznia vetëm pret përfundimin e ndeshjes. Është shoqëruar jashtë vijës anësore Megi Doçi, së bashku me ndihmën e stafit mjekësor. Levendi vetë pjesa e aksionit e Manuela Rusta. Vënia me duar, ishte një top i larguar nga Hamadi. Ndjok. Shëlevizjen e Levendit. Pasimi në zonë, top i larguar nga Vasa. Gjindole, Amonikaj, pasimit e Ndjok. Vjen arkimi saj në zonë, një top i larguar nga Mustard. Ahmadi për tek Megi Doçi. Lëvizje e mirë ndaj Gugës. Lëvizjen e Ahmadit është Presley, goditja e Presleyt e gabuar. Përfundon jashtë. Kjo ishte momenti i aksionit, largimi Megi Doçit dhe goditja e Presleyt. Do të kemi 4 minuta shtesë nga përfundimi i takimit. Topi gjatë për tek Levendi dhe goditja e saj që me shumë lehtësi ndalet nga Nyryl pa shumë probleme. Vërtet një paraqitje shumë e mirë e portierit së vllaznisë. Topi gabuar i Vasës dhe është Ukuoma. De Souza luan krahun e djathtë. Aty ku është Luari. Edhe njërë tjetër De Souza. Luari për tek De Souza. Kombështetje në krahun e djathtë, preferon një parkim në qendër. Ramadani. Me të dëmtuar Levendi, vijon loja Ndjok dhe më pas goditja e Amonikaj e gabuar. Bajraktari. Largon topin futbollisti e vllaznisë Megi Doçi dhe më pas Ndjok. Guga sërish për te Ndjok. Nuk ja marrin dot topin ty futbollistët e vllaznisë. Levendi në krahun e majta duke është Amonikaj dhe mbyllet nga Ramadani. Guga. Amonikaj, Levendi, sërish për tek Amonikaj, vjen Esmeralda Franja dhe preke fundit e Amonikaj. Insistoi deri në fund kapiteni e vllaznisë. Mustard. Levendi. Dalet me fall nga Esmeralda Franja, goditja dënimi
për Apollonin. Hamonika është pranë topit, e vetme do të tentojë portën e Nyryl. Përgatitet Hamonikaj, vjen përshëllima e Manuela Rustës. Goditja e Hamonikajt përfundon jashtë, nuk ka rinë do të shënojnë golin e vetëm për Apollonin. Ramadani, Ahmadi, Mertovin Dok, avancon Djok, pasimi në zonë dhe goditja që shkon në rrjet është De Souza. 3-1 mbyllet kjo përballje, Vllaznia fiton me rezultatin 3-1, për shohim edhe njerë golin e shënuar nga Apollonia, pasimi Ndjok në zonë dhe De Souza çon rezultatin në 3-1. Përfundon kjo sfidë në stadiumin Loro Borici, Vllaznia arrin të fitojë të marrë 3 pikë të rëndësishme. Me këtë sukses shkon në vendin e parë, mban pra pozitat në vendin e parë me 48 pikë, ndërkohë Apollonia mbetet në vendin e tretë në kuotën e 39 pikëve. Mirë miq, mbyllim këtë transmetim nga unë Erkan Çutra, dëgjojmë në takime të tjera.